Mirëmbrëma të gjithëve, ju uroj mirëseardhje. Kjo është edicioni qendror i lajmeve në Report Televizion. Ju ftoj të njihni me zhvillimet e ngjarjeve të ditës së sotme përgatitur nga redaktsia e informacionit e nisim fillimisht me titujt kryesor. Edi Rama dhe Albin Kurti u përplasën në akuza një ditë para protestës në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-s në Tiranë. Vetvendosi del kundër tubimit dhe i kujtoi Ramës se ka qenë pro krimit të gjykatës speciale, por kreu i qeverisë shqiptare ju përgjigj se kjo gjykatë u ngrit për të hetuar trafikun e organeve, duke akuzuar Kurtin se do thaqin për jetë në Hag. Debate edhe në Kuvend, mazhoranca i përmend Berishës thyrjen e embargos së naftës për të furnizuar Serbi. Gjykata kushtetuese ka pranuar kërkesën dhe ka deklaruar përfundimin e mandatit të anëtares Sunila Bejtja këtë vit në 2025. Kërkesa e Bejtas për shpalljen e vakancës ishte bërë që prej muajit janar, por u shqyrtua sot nga gjykata kushtetuese, sipas të cilës prevalon parimi i ripërtëritjes së pjesëshme çdo 3 vjet me 1/3 e anëtarëve. Në respekt të këtij parimi janë riparë edhe mandatet e disa anëtarëve aktual. Në Shqipëri nuk do të njihet gjeni tjetër përveç burre dhe grua për projektin shumë të debatuar dhe që nxiti reagime të shumta. Mazhoranca ka bërë një hapaz. Me 22 amendamente, Partia Socialiste kërkon që të hiqen nga drafti termat gjithëpërfshirës dhe me gjithë diversitetin e tyre të përmendura 19 herë në projektin aktual referuar gjenive. Çështja shkaktoi reagime dhe debate të shumta. 20 ditë pas vrasjes së biznesmenit italian Edoardo Sarki në Nivic, dorëzohet në prokurorinë e Gjirokastrës i dyshuari Kanver Sulçaj. 48 vjeçari i dha hetuesve edhe armën e krimit, pushkën e gjaut me plumba dhe thanë se do të flasë për vrasje në një moment të dytë në praninë të avokatit. Gjithçka nisi pas një sherrri me miq nga tepelenat e italianit për dritat e gjata. Ka mbjell 33 hektar tokë me gështenja dhe tregun e ka të sigurt. Ajet Hamolli tregon për Report Televizion se nuk është penduar për riktimin e Dardas të Pogradecit pas 3 dekadash. Ky rrëfim vjen në një kohë kur njerëzit gjithnjë më tepër po e braktisin fshatin për t'u larguar drejt qyteteve apo për të emigruar. Presidenti Amerikan Donald Trump do takohet me homologun rus Vladimir Putin javën e ardhshme në Budapest të Hungarisë. Dhe Donald Trump konfirmon këtë takim pas një telefonate që ka zhvilluar disa orë më parë me Putin, duke konsideruar këtë zhvillim diplomatik si një përparim të madh. Të dielën në Tiranë zhvillohet maratona e Tiranës. Bashkia dhe policia publikuan planin për devijimin e qarkullimit të automjeteve nga ora 8 deri në orën 16. Bllokohen rrugët nga sheshi Nën Teresa në bulevardin Dëshmorët e Kombit, Bajram Curi, rruga e Durrësit, rruga e Kavajës dhe rrugë të tjera kryesore. Vijojmë gjërësisht dhe flasim fillimisht për zhvillimet politike. Edi Rama dhe Albin Kurti janë përplasur në akuza me njëri tjetrin një ditë përpara mbajtjes protestës në Tiranë në mbështetje të ish-krerëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës, për të cilën vetvendosi është shprehur kundër mbajtjes së saj. Albin Kurti kujtoi Ramës se ka qenë pro ngritjes së gjykatës speciale dhe më parë duhet të shpreh pendes. Ka qenë i menjëhershëm reagimi Ramës, duke i kujtuar Kurtit se 10 vjet më parë as që dinte himnin e Kosovës. Edhe pse protesta e nesër me synon të jap mesazhe kundër një procesi të padrejtë ndaj Hashim Thaçit dhe ish-krerëve të tjerë që ndodhen në paraburgim prej gati 5 vitesh, vetvendosja partia e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti sulmoi kreun e qeverisë shqiptare Edi Rama për të justifikuar mungesën e saj në Tiranë. Para se të protestojnë, këta aktorë dhe politikanë duhet të tregojnë të paktën një minimum pendese për qëndrimet e tyre të gabuara në të kaluarën. Një shembull i qartë është vetë kryeministri aktual i Shqipërisë Edi Rama, i cili madje kishte ardhur në Kosovë në vizitë emergjente me helikopter për të bindur palët këtu që të votonin pro themelimit të kësaj gjykate. Kreu i qeverisë shqiptare u kundërpërgjigj pak orë më pas, duke i kujtuar po ashtu Kurtit të kaluarën. Më vjen keq që lëvizja i ngatron marrëdhëniet institucionale të Kosovës me Shqipërinë në çorbën e balotazheve komunale, ndërsa për qëndrimet e para 10 vjetëve, kur ajo nuk njihte as himnin e Kosovës e jo më pafajësinë e Hashim Thaçit, të cilin do ta donte përjetësisht në Hag, i kujtoi lëvizjes se gjykata speciale u ngrit për trafikun e organeve, jo për të marrë peng presidentin e Republikës Kosovës. Në përgjigjen e tij, kreu i qeverisë shqiptare sqaron vetvendosjen se nuk do të jetë as pjesëmarrës në protest, por një mbështetës i saj.
Unë as nuk jam organizator e as nuk jam folës i protestës gjithkombëtare drejtësi për çlirimtarët, të cilën e mbështes me gjithë zemër e do t'i bashkohesha si pjesëmarrës i thjesht, nëse nuk do t'isha i vetëdijshëm se çdo politizim me dashje ose jo i asaj nisme do të dëmtonte qëllimin dhe popularitetin e saj. Sipas vetëvendosjes, pa drejtësi ndaj shkrerëve të UÇK-s, Shqipëria duhet ta ngrejë në forumet ndërkombëtare. Institucionet e Shqipërisë, si shtet antar i OKB, si Këshillit e Evropës, si OSB, si NATO-s, shumë pranë Bashkimit Evropian, kanë përgjegjësi dhe mundësi që këtë çështje ta ngrejnë në këto forume ndërkombëtare, aty ku flitet dhe vendoset për drejtësi, e jo në sheshin Skënderbe në Tiranë. Në gusht të vitit 2022, Parlamenti Shqiptar i kërkoi Këshillit të Evropës të ndryshojë rezolutën e miratuar nga Asambleja e Këshillit në vitin 2011 për kryerjen e trafikut të organeve njerëzore nga udhëheqësit e UÇK-s, duke folur për pretendime të pabaza. Të njëjtën çështje, kryeministri e ngriti edhe në fjalën e tij në OKB në shtator të atij viti, ndërsa një muaj më pas në Asamblenë e Këshillit të Evropës, në një fjalim të gjatë, pretendimet për trafik organesh i cilësoi një lajm të rrem me akuza të turpshme. Ndërkohë, protesta që mbahet nesër në mbështetje të ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në Tiranë ka përplasur edhe majorancën dhe opozitën brenda në Kuvendin e Shqipërisë ditën e sotme. Kreu i grupit parlamentar socialist Tauland Balla i kërkoi deputetëve të opozitës të ngrihen mbi interesat partijake dhe të shkojnë nesër në tubimin që do të mbledhë shqiptarët e të gjitha trojeve. Por Sali Berisha akuzoi se kjo protestë ka tendencë anti-qeverisë Kurti. Pastaj shkojmë këtë çështje të As mbështetja për liderët e UÇK-s që do të kulmojë me tubimin mbarkombëtar në Tiranë nuk i bëri dot bashk dy palët në Kuvendin e Shqipërisë. Përballë vendimit për të bojkotuar protestën e së premtes, Tauland Balla i hodhi dorashkën e sfidës opozitës, duke i kërkuar të ngrihet mbi interesat politike e t'i bashkohet sheshit Skënderbej. Vëreni Shqipërinë mbi partinë. Dilni nga urdhri. Kryeministri nuk do të jetë nesër në protest. Hajde, pse nuk vini? Berishën e akuzoi se i ka shërbyer Serbisë, duke i kujtuar se në të njëjtin vit kur miratoi raporti i Dikmartit kundër UÇK-s, kreu vrasje ndaj popullit opozitar. Saliu është dhëndri mirë i Serbisë, i ka shërbyer mirë Serbisë sa herë ka pasur mundësi. Gjithmonë je përfshirë në sulme personale tulta kundër komandantit dhe presidentit Thaçi. Po flas për Hashim Thaçin, o Sali, pse e shpon flamurin? Po flas për Hashimin, o Sali. Edhe Toni Goku i kujtoi ndër të tjera shkeljen e embargos së naftës. Kush ja u kishte shitur naftën makinerisë serbe? Atyre luftëtarëve që vendosën dhe thanë që liria ka emër. Kush i thërriti bandit? Edhe kush i minoi në të gjithë veprimtarinë e tyre? Replikën kryedemokrati dha duke akuzuar të parin e socialistëve si mbështetës të presidentit të serbëve, Aleksandar Vučić, dhe duke thënë se protesta në kryeqytetin shqiptar synon të godas Albin Kurtin. Edhe mitingu që bëhet, me nuancat theksuara kundër qeverisë Kosovës, kishit planifikuar 60 minuta Edi Rama fjalim. Absolutisht një lloj si dilte Vučići me fol aty. Mbrojtjen Ramës ja rezervuan ministra ish ministra. Kryeministri është ai që ka përsëritur në mes të Beogradit kërkesën për njohje të Kosovës. Është avokat i shkëlqyer i çështjes Kosovës. Kur bashortja ime 7 vjeç përziheshe nga çetnikët dhe paramilitarët serb, ky person i jepte Chelsin Goran Bregovićit që inspironte çetnikët serb për të vrarë. Zgjidhjen sherrit mes dy palëve të mëdha synojtje jepte Redi Muça i lëvizjes bashk, për të cilin diskutimet se kush është më shumë patriot tingëlluan hipokrizi. I bie gjoksit se kush e dashuron më shumë Kosovën në një nacionalizëm të shterp, ndërkohë që ka një zgjidhje fare të thjeshtë. Njëra palë le të pranoj mocionin për gjenocidin në Kosovë dhe gjithë së bashku të shkojmë në tubimin për krerët e UÇK-s. Prej disa seancash kuvendi përplasjet mbi debatin e miratimit të rezolutës për të dënuar genocidin serb mbi Kosovën, PD insiston të kjo çështje që për socialistët është ezauruar prej vitesh.
Kështu pra, në debatet e sotme të mbajtura në kuvent ku në qendër ishte Kosova, përfaqësues të ndryshëm socialist i kujtuan Sali Berishës thyerjen e embargos së naftës që lejoi furnizimin e Serbisë me karburant nga Shqipëria. Por për çfarë bëhet fjalë? Në fillim të viteve 90, Kombet e Bashkuara kishin vendosur sanksione ndaj Serbisë, e cila në atë kohë kishte kontrollin edhe mbi Malin e Zi. Sanksionet kishin për qëllim të ndëshkonin serbët për spastrim etnik dhe për refuzimin për të njohur Kroacinë dhe Bosnjën. Ndalimi i importit të karburanteve ishte një masë rëndësishme për shkak të përdorimit usharak të tij. Por ndihma për Serbinë erdhi pikërisht ande nga nuk pritej, Shqipëria. Liçeni i Shkodrës dhe Lumi Buna në kufirin me Malin e Zi u kthye në autostradën e kontrabandës së naftës e kontrolluar direkt nga strukturat shtetërore të kohës, ku rolin kryesor e luante shoqëria Shqiponja e kontrolluar nga Partia Demokratike. Tonelatat të tëra nafte që mbrinin në Shqipëri nga Italia dhe Greqia përfundonin drejt veriut të vendit. Fuqit të panumër të nafte lidheshin pas varkave me motor për të kaluar në anën tjetër. Presidenti i kohës Sali Berisha e ka pranuar me gjysmëzëri fenomenin, duke u justifikuar se bëhe fjalë për kontraband me gomere bidona, por situata atëhershme alarmoi komunitetin ndërkombëtar deri në nivelet të larta të administratës amerikane, siç dëshmonin mediat e huaja. Ndërsa në kujtimet e tij pak vite më parë, ish presidenti i Malit të Zi, Momir Bulatović, tregoi se në atë kohë ai kishte patur një marrëveshje fjale me Berishën për të lejuar lumin e karburanteve drejt vendit të tij. Të tjera informacione në vijim, gjyqtarja kushtetuese Sonila Betja do të largohet nga ky institucion pa kryer një mandat të plot 9 vjeçar. Me shumicë votash, trupa e kësaj gjykate dha një interpretim final për kozgjatin e mandatit të secilit gjyqtar, duke garantuar respektimin e parimit të ripërtëritjes së trupës çdo 3 vjet. Pas shumë përplasjesh institucionale dhe politike, gjykata kushtetuese mori këtë të njëjtën në dorë fatin e saj, duke dhënë një vendim përfundimtar se kur fillon e kur mbaron mandati secilit antar të kësaj trupe. Me shumicë votash, gjykata vendosi t'i japë përparësi parimit të ripërtëritjes së trupës së saj çdo 3 vjet me nga 3 antar. Për këtë arsye, ajo vendosi që fillimi i mandatit të gjyqtarit të gjykatës kushtetuese përgjatë këtij regjimi transitor përkon me datën e deklaruar nga gjykata kushtetuese të mbarimit të mandatit të gjyqtarit që ai zëvendëson. Kështu, gjykata interpretoi se konkretisht 3 gjyqtarët që zëvendësohen në vitin 2025 janë Holta Zaçaj, Elsa Toska dhe Sonila Betja. Në vitin 2028 ikin Fiona Papajorgji, Marsita Xhaferllari dhe Sandër Beci, ndërsa në vitin 2031 largohen Gent Ibrahimi, Mariana Semini dhe Ilir Toska. Interpretimi i sotëm për fillimin e mandatit mund të prek me disa muaj kohëqëndrimin e tyre në detyrë, ndërsa gjyqtarët që do i zëvendësojnë do të gëzojnë këtë tutje një mandat të plot 9 vjeçar. E pakënaqura e kësaj vendimarrje është gjyqtarja Sonila Betja, e cila synonte një mandat të plot deri në vitin 2028. Presidenti nuk mund të nisë menjëherë zëvendësimin e saj, pasi gjykata kushtetuese do të zhvillojë një seancë të posaçme për të shpallur vakancën e saj. Ngjashëm, kuvendi do të njoftohet për krijimin e një vakance me mandat të plot 9 vjeçar edhe për zëvendësimin e Elsa Toskës, e cila u dorëhoq vitin e kaluar. Fillimisht parlamenti kishte përcaktuar vitin 2028 edhe për përfundimin e mandatit të saj, por telashet nuk kanë të sosur në kushtetuese. Ajo pritet të shprehet edhe për përplasjen për zëvendësuesin e Holta Zaçajt, pasi Nauri Dallagami kërkon një vend në këtë gjykatë dhe ka kundërshtuar vendimin e gjykatës së lartë që zgjodhi Asim Vokshin. Burime pranë kushtetueses shpjeguan se çështja do të trajtohet me përparësi. Qeveria i ka dërguar gjykatës kushtetuese të gjitha aktet dhe shpjegimet përkatëse mbi bazën ligjore të përdorur për shkarkimin e Erjon Veliajt, kryetarit të Bashkisë së Tiranës. Njëjtësi presidenca edhe Këshilli i Ministrave pretendon se çështja nuk duhej dërguar në gjykatën kushtetuese. Në pritje të gjykimit të çështjes për shkarkimin e Veliajt më 31 tetor, qeveria ka dorëzuar dokumentacionin e vendimarrjes së saj në gjykatën kushtetuese, mes të cilave edhe vendimi i datës 25 shtator me firmë të vet Edi Ramës. Edhe sipas Këshillit të Ministrave, njëjtë si presidenti, çështja Veliaj nuk duhet të ishte dërguar në gjykatën kushtetuese, e cila sipas tyre është jo kompetente për të trajtuar rastin e shkarkimit të kryebashkiakut, pasi akti është individual dhe administrativ. Në relacionin që qeveria kishte përgatitur bashkëngjitur vendimit për shkarkim, ishte e sigurt se akti i saj ishte jo i pezullueshëm.
Kundërshtimi i vendimit në gjykatën kushtetuese nuk mund të pezullojë efektet e tij, sepse gjykata kushtetuese nuk është kompetente për shkarkimin për shkaqe të tjera, përveç se atyre të parashikuara nga pika 1 e nenit 115 dhe paraqitja e ankimit në gjykatën kushtetuese në organin e gabuar për shqyrtimin e mjeteve ligjore të ankimit nuk sjell efekte juridike. Po kështu, paraqitja e ankimit në gjykatën administrative kompetente nuk pezullon automatikisht efektet juridike të aktit. Në relacion, qeveria shpjegon se vendimi për shkarkimin e Veliajt është marrë mbi bazën e ligjit të veçeverisjes vendore dhe jo mbi bazën e nenit 115 të kushtetutës. Vetëm në këtë rast, sipas tyre, do të legjitimohej ankimi në gjykatën kushtetuese. Kjo analizë e shkaqeve dhe mjeteve juridike ka rëndësi në kuadër të këtij projekt vendimi, sepse lidhet drejt për drejt me qëllimin e Këshillit Bashkiak Tiranë për hapjen e rrugës për zhvillimin sa më shpejt të zgjedhjeve të pjesshme për kryetar bashkie. Në parashtrimet që presidenca i dërgoi një ditë më parë gjykatës kushtetuese, i kërkon që të mos bllokojë dekretin e Bajram Begajt, pasi është jo kompetente për të trajtuar shkarkimin e Veliajt dhe të shpall datën për zgjedhjet e parakohshme në Tiranë. Vjoj me shpillimet nga seanca plenare ditës së sotme, ku majoranca ka lënë jashtë partinë e Tomdoshit dhe pranon antar të barabartë me opozitë në udhëheqjen e 2 komisioneve, atë të reformës territoriale dhe të reformës zgjedhore. Por me skaosit të krijuar nga Gazmend Bardhi, i cili refuzoi të lë sallën e kuvendit pasi u përjashtua, ngritja e 2 komisioneve të posaçme me ndryshimet siç Partia Demokratike kërkoi, u shty për seancën e datës 30 tetor. Deputeti që ka depozituar pyetjet me shkrim ka të drejtën të prezantoj pyetjet. Nuk ka asnjë detyrim që pyetjet duhet të prezantohen. Ju jap masën e dytë, vërejtje. Insistimi i kreut të grupit parlamentar Demokrat Gazmend Bardhi për të përsëritur në seancën plenare pyetje që ishin bërë më herët me shkrim ndaj komisionerit për mbrojtje nga diskriminimi, çuan në përjashtimin e tij pas disa paralajmërimeve nga kryeparlamentari Niko Peleshi. Si the? Zoti Bardhi përjashtoheni nga seanca. 5 minuta pushim dhe... Në rikthim, Bardhi ishte surpriza në sallën e seancave plenare. Zoti Bardhi, ju lutem lini sallën. Ndërpresim punimet e seancës derisa të vendoset qetësia. Për të tretën herë, kreu i grupit të PD-s refuzoi të lë seancën. Propozoj ndërprerjen e diskutimeve dhe kalimin në votim me njëherë. Majoranca detyrohet të kalojë direkt në votimin e rendit të ditës. Neni 74 pro kundër abstenim miratohet dil jashtë. Neni 75 pro kundër abstenim miratohet dil jashtë. Me kreun e grupit pa të drejtë fjale dhe të përjashtuar, nuk mundën të prezantoheshin amendamentet e PD-s për antar të barabartë në 2 komisionet e posaçme për reformën zgjedhore dhe territoriale. Majoranca bëri kthes dhe pranoi kërkesat e PD-s, duke lënë jashtë partinë e Tomdoshit, por me vëmendjen për të mbytur me zhurmë procesin e votimit, kjo pikë u shty për në seancën e radhës. Jemi të gatshëm të miratojmë të gjitha propozimet që kanë ardhur nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, sa i përket paritetit në antar, të drejtës së vetos së bashkëkryetarit dhe ndarjen si më poshtë. 16 antar, 8 antar grupi Partisë Socialiste, 6 përfaqësues grupi parlamentar i Partisë Demokratike, 1 përfaqësues grupi parlamentar Alianca në Ndryshim dhe 1 përfaqësues i grupi parlamentar Partisë Lirisë, sipas amendamenteve propozuara nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Do i votojmë. Po pse ke sjellti amendamenti kur s'është rendite? Ku më i ke depozituar sot fillim seancës? Megjithatë, zoti kryetar, se këta e kanë humbur, propozoj ta shtym për datë 30. Majoranca propozoi bashkëdrejtim me opozitën edhe të Këshillit Kombëtar të Integrimit, një kthes kjo pas shkrirjes së Komisionit Parlamentar të Integrimit. Pa debat me 73 vota pro dhe 9 kundër, kaloi edhe projekt ligji për menaxhimin e integruar të mbetjeve, që synon fuqizimin e riciklimit në vend, si dhe krijimin e operatorit kombëtar, që do të jetë përgjegjës për gjithë infrastrukturën që do të ndërtohet për menaxhimin e mbetjeve. Majoranca rrezoi në nisje 2 kërkesat e Partisë Demokratike, por mocion me debat mbi fondet e IPARD, si dhe rikthimin e debatit mbi programin qeverisës.
Projektligji shumë i debatuar për barazinë gjinore nuk do të ketë më termin gjithëpërfshirëse në konceptin e tij për gjinin, por vetëm burr edhe grua. Partia Socialiste ka depozituar 22 amendamente ku hiqen termat gjithëpërfshirës dhe diversitet gjinor, duke i zëvendësuar me formulime të qarta në vetëm 2 gjini. Në Shqipëri nuk do të njihet gjini tjetër përveç burr dhe grua, por projektligjin shumë të debatuar dhe që nxiti reagimet e shumta, mazhoranca ka bërë një hap pas. Me 22 amendamentet e depozituara në kuvend me firmën e kreut të grupit, Tauland Balla, mazhoranca synon të rivendos theksin të ligjin për barazinë gjinore, duke e fokusuar sërish te trajtimi i barabartë mes grave dhe burrave. Termat gjithëpërfshirës dhe me gjithë diversitetet e tyre, të përmendur në projektligjin aktual, referuar gjinive, dhe që nënkupton të identifikimin gjinor tjetër përveç burr e grua, kërkohet të hiqet nga drafti. Ndryshimet nisin që me nenin e parë, ku shprehja pavarësisht përkatësisë gjinore, zëvendësohet me formulimin më të qartë dhe konkret, trajtim të barabartë mes grave dhe burrave. Në nenin 4.a që flet për barazinë gjinore, hiqet pjesa që flet për diversitetin gjinor, duke e kthyer ligjin në përputhje me realitetin biologjik dhe kulturor të shoqërisë shqiptare. Në pikën E po të këtij ligji, ku përkufizohet gjinia, kërkohet heqja e shprehjes lidhur me identitetin dhe shprehjen gjinore. Edhe në nenin 10 që lidhet me gjuhën e ndjeshme gjinore, kërkohet të hiqet fjala gjithëpërfshirëse. Në thelb, amendamentet e PS-s synojnë të fshin çdo referencë që mund të interpretohej si hapje ndaj identiteteve të tjera gjinore, apo ndaj nocioneve të reja si identitet gjinor, shprehje gjinore apo diversitet gjinor. Neni 24 i projektligjit, që lidhet me përfaqësimin e gjinive në pozicione drejtuese dhe vendimarrëse, mbetet një nga pikat më të rëndësishme të ndryshimeve të propozuara. Në draftin fillestar parashikohej integrimi i kritereve të gjithëpërfshirjes dhe diversitetit gjinor në proceset e konkurimit dhe emërimeve. Me amendamentin e depozituar në kuvend, fjalia që lidhet me diversitetin gjinor mbetet të kufizuar vetëm në kuptimin e përfaqësimit e grave dhe burrave, duke përjashtuar çdo interpretim tjetër. Kështu drafti i ri e kthen ligjin për barazinë gjinore në një dokument që nënvizon barazinë mes grave dhe burrave, por jo më shumë se kaq. Kjo e bën ligjin më të kuptueshëm, më të zbatueshëm dhe shmang keq interpretimet. Shoqëria civile dhe pjesë të opozitës, por mbi të gjitha komunitetet fetare e kanë kundërshtuar ashpër projektligjin, që prej hedhjes së tij për konsultim publik, të cilit akuzonin se ky draft cënon familjen. Projektligji është depozituar në kuvend dhe tashme bashkë me ndryshimet e socialistëve do të diskutohet në komisione parlamentare. Votimi i tij në seancë plenare është parashikuar për me 30 tetor. Ish-presidenti Ilir Meta do të vijojë të qëndrojë në qeli deri në përfundim të gjykimit. Gjykata e lartë ka rrëzuar për herë të dytë rekursin e kreut të Partisë së Lirisë për zëvendësimin e masës së sigurisë nga arrest në burg në një masë më të butë. Ilir Meta akuzohet për veprat penale, korrupsion pasiv, pastrim parash dhe fshehje të pasurisë. Çështja ndaj tij u hetua nga SPAK, ndërsa është ende në seancë paraprake në GKKO. Do të jetë gjyqtarja Irena Gjoka që do të vendosë nëse do të kalojë për gjykim apo do të rikthehet sërish për hetim në SPAK. Ilir Meta u arrestua më 21 tetor të vitit kaluar dhe që prej asaj kohe ndodhet në paraburgim. Një hapësirë shumë e shkurtër publicitare në vijim. Mos u largoni, rikthehemi pas pak. Mirë se u rikthyet, po ndiqni edicionin qendror Time-eve në Report Televizion, ndërsa në këtë moment do ndalemi në informacionet nga kronika. 20 ditë pas vrasjes së biznesmenit italian Edoardo Sarki në salarit të Tepelenës, është vedorzuar tek autoritetet autori dyshuar i vrasjes, 48 vjeçari Kamber Sulçaj. Pritet merret në pyetje për të hedhur dritë mbi motivet që çuan në sulmin me armë ndaj italianit dhe miqve të tij Braçi nga Tepelena. Quhem Kamber Sulçaj, jam i kërkuar nga shteti. Me këto fjalë u shfaq në prokurorinë e Gjirokastrës 48 vjeçari, imazhi i të cilit i korrespondonte njeriu të kërkuar për vrasjen e biznesmenit italian Edoardo Sarki më 27 shtator të këtij viti në një vic të Tepelenës. Hetuesit e morën në pyetje 48 vjeçarin nga fshati Mesaplik i Vlorës, mëtej u transportuar në policinë e Gjirokastrës. Historia nisi nga një sherr banal për drita të gjata të makinës mes Kamber Sulçajt, i cili kishte një stan me lop pranë, dhe grupit miqësor që Gazmend Braçi kishte dalë për gjuhë e tij.
Automjeti i Braçit ngeli në mal për karburant para mesnate, ndaj shkuan në ndihmë 2 makina, babai i tij Eqeremi dhe italiani 44 vjeçar Sarçi, miq ortak me njëri tjetrin, të cilët ishin në një shtëpi pushimi në fshatin Ivic. Në rrethana të paqarta teksa të gjithë u bashkuan në rrugë kryesore me njëri tjetrin, dhe tyre nisën të shtonat nga Kamber Sulçaj, një plumb kapi në arterien kryesore në kofsh biznesmenin, i cili humbi jetën. Sulçaj, i cili gjithashtu e frekuentonte këtë zonë për gjuhë e tij, u identifikua nga dëshmitë e personave që u përplasën të parët për dritat e gjata dhe nga disa kamera sigurie në banesat rreth zonës. Kamber Sulçaj është aksioner në një gurore në Brataj të Selenicës në Vlorë. 2 nga vëllezërit e tij rezultojnë me precedent penal. Në banesën e Vlonjatit në fshat dhe të familjarëve të tij në Vlorë, policia sekuestroi 25.000 euro, armë gjau, fara kanabisi dhe 2 kasaforta. Byroja Kombëtare e Hetimit dhe Policia e Shtetit me urdhër të SPAK ushtruan kontrolle në banesën dhe zyrën e biznesmenit Artan Dulaku në kuadër të investimeve dhe hetimeve për portin e Limionit në Sarand, i cili është nën sekuestro. Report Televizion mëson se kontrollet u bën me kërkesë të prokurores Manjola Kajana dhe me miratim të gjykatës. Hetimet kanë nisur prej 2 vitesh pas kallëzimit të ish zëvendës komandantit të forcave detare Artur Meçollari në vitin 2021. Ai kundërshton të vendimin e Këshillit Ministrave që hoqi nga plani i përhapjes bazën ushtarake detare të Limionit, duke ia dhënë 20 vjet me qira për 1 euro bashkimit të 2 shoqërive. Strategjia kombëtare për krimin organizuar për vitet 2026-2030, përpiluar nga Ministria e Brendshme, përveç objektivave dhe qëllimeve të vendosura për t'i arritur në 5 vitet e ardhshme, identifikon disa prej problematikave kryesore identifikuar edhe në të shkuarën. Objektivat ndahen në 3 pjesë: parandalimi i krimit të organizuar dhe krimeve të rënda, ndjekja penale e tyre dhe bashkëpunimi ndërkombëtar. Teknologjia dhe mundësia që krimi organizuar ta përdor atë për t'ju fshehur ligjit është për autoritetet shqiptare sfida më e madhe me të cilën do të përballen institucionet ligjzbatuese në vitet në vijim. Strategjia kombëtare për krimin organizuar për vitet 2026-2030, e sapo hedhur në konsultim publik, evidenton rritjen e përdorimit të kriptomonedhave për pagesa në tregun e drogës, duke mundësuar fshehjen e gjurmëve financiare, si dhe përdorimin e rrjetit dark web për ta shpërndarë lëndë narkotike si 2 shqetësimet më të mëdha. Pastrimi i parave është gjithashtu një element tjetër që shikohet se do të vijojë të krijojë dhimbje koke. Edhe këtu ndikon sërish teknologjia, e cila ka përshpejtuar transaksionet ndërkufitare. Format e pastrimit të parave lidhin me trafikimin e lëndëve narkotike apo vjedhje të pasurisë, transportin ndërkufitar të parave kesh, investimeve në pasuri të paluajtshme, mashtrim kompjuterik e të tjerë. Në strategji theksohet se vëmendja në 5 vitet e ardhshme duhet përqendruar gjithashtu tek pastrimi i pasurisë së përfituar nga aktiviteti kriminal që lidhen me fushën e tatimeve, fshehja të ardhurave dhe mashtrimit të VSH-s, duke mos deklaruar bilance dhe faturimet reale. Pastrimi të ardhurave nga korrupsioni përmes përdorimit her pas here të palëve të treta që shërbejnë për të kamufluar mekanizmin, integrimi më vonshëm në instrumente financiare, pasuri të paluajtshme brenda vendit apo në biznese. Në veçanti, strategjia identifikon kujdesin që duhet treguar te profesioni i noterit, i cili ka rezultuar si ndër më të cënueshme të krahasuar me të tjerët, për shkak se noteri në Shqipëri ka një rol qendror, si dhe kryen një gamë të gjerë të veprimeve juridike. Të tjera informacione nga kronika dhe aktualiteti janë përmbledhur nga kolegët tanë në një blok lajme shkurt. SPAK dërgoi për gjykim një polic bashkiak dhe një qytetar për korrupsion. Ahmed Mashollari dyshohet se i dha 2.4 milion lekë të rinj punonjësit bashkiak Besmir Cani për të shmangur prishjen e një objekti të ndërtuar pa leje prej tij. SPAK dërgoi për gjykimi shefin e policisë rrugore të Tiranës Roven Zeka Sokol Novakun, shefi sektorit të aksidenteve dhe oficer në policisë gjyqësore Edison Tabaku, në akuzën se morën 2.000 euro për të mos arrestuar një grua të përfshirë në aksident rrugor. SPAK merr të pandehur dhe 2 persona të tjerë të cilët po jetojnë në gjendje të lirë, biznesmenin Erger Zvrioni, i cili dyshohet se i dha rishfetin policisë për të favorizuar gruan e tij, dhe Bledi Belbën. Prokuroria e Tiranës dërgoi në gjyq 2 vëllezërit Clinton e Sulejman Sina, si dhe 3 personat e tjerë, Idajet Mashollari, Bajrami Braliu dhe Nikoleta Begolli, të akuzuar për marrjen peng të një 68 vjeçari në kryeqytet.
Denoncimin e bëri bashkëshortja e Dvara Galliut pasi kërkuan 2 milion lek për të mos e vrarë 68 vjeçarin. Autorët pretendonin se burri kishte marrëdhënie me të fejuarin e njërit prej tyre, Nikoleta Begollin, e cila e nxori në prit kur e morën me forcë në makinë. Një 28 vjeçar nga Kolumbia u arrestua në Durrës pasi ishte shpallur në kërkim për shfrytëzim prostitucioni. Duvan Gomez rekrutonte vajza nga Kolumbia dhe i sillte në Shqipëri, duke ju premtuar punësim kundrejt pagesës deri në 3.000 euro, por në fakt i shfrytëzonte për prostitucion. Në Vlorë, Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit prishi një lokal në lagjen 24 Maj, ndërtesa kishte krijuar probleme në strukturën e një pallati, duke penguar për një kohë të gjatë nisjen e rikonstruksionit. Ky veprim vjen pas shqetësimeve të përsëritura të banorëve, të cilët prej vitesh kërkonin ndërhyrje. Pas 4 javësh hetime, autoritetet vunë në pranga një çift bashkëshortësh në Devoll, të dyshuar për kultivimin e kanabisit në tokën e tyre afër banesës. Policia sekuestroi 5.8 kg kanabis dhe 2 celular. 2 persona nga Kosova do të hetohen në gjendje të lirë pasi tentuan të fusnin nëpërmjet pikës kufitare të Morinës 27.550 euro pa i deklaruar. Paratë e gjetura nga kontrolli fizik u sekuestruan si provë materiale. Me kërkesën kryesore për rritje pagash naftëtarët e bankers në Patos Marins prej 2 ditësh ndodhen në grevurie. Demokrati Luan Baçi nga Salla e Kuvendit të Shqipërisë tha se kompania kineze është në shkelje të ligjit pasi nuk u ka njohur statusin e naftëtarit. Dhjetë naftëtar vjojnë ditën e dytë të grevës së urisë, ndërsa kolegët në mbështetje të tyre kanë pezulluar punën, duke lënë pa mbikëqyrje 400 puse në vendburimin e Marinzës. Janë mbi 150 punonjës, të cilët kanë përgatitur fushë Marinzën, sa mund të kenë ngelë shumë pak punonjës në fushë dhe drejtuesit e lartë. Sipas kreut të sindikatës së sektorit hidrokarbur Dritan Shahu, bojkoti do të vijojë deri në plotësimin e kërkesave të tyre. Punonjësit janë kontaktuar nga shefat dhe menaxherët e tyre që të kthehen në punë, por që ne do të vazhdojmë deri në realizimin e kërkesave tona. Kompania duhet marrë në konsiderat kërkesat tona, duhet marrë në konsiderat gjithë sakrificën që këta punonjës. Kërkojmë rritjen e fondit të pagave në masën 18%, siç thamë dje, shpërndarjen e tij për pagat për punonjësit e fushës dhe për pagat e ulta. Grevisti Dritan Rapushi thotë se është ndëshkuar padrejtësisht nga bankers. Mua personalisht më shkryer një intimidim për shkak të grevave, më është komunikuar për heqjen e vendit të punës. Raimond Rapushaj prej 22 vitesh në puset e naftës, thotë se nuk ka marrë asnjë ndihmë edhe pse ka përfunduar në spital me karbon në gjak. Kam qenë arrestuar me karbon në gjak nga dihet nga gazi dhe nuk kam pasur asnjë lloj ndihme nga bankës. Ka bërë kërkesë kalojme në tur, nuk më është aprovuar dhe më është refuzuar brutalisht. Sajmir Bera, inspektori përgjithshëm i puseve për 20 vitesh, tregon vështirësitë si ndotja, rrugët e pakalueshme nga njëri pus në tjetrin. Problemi është vështirësia, kushtet, rrugët, nuk kanë puset, janë pa bërë akoma. Gazi do bëjt vetën, kemi marrë parasysh do punojnë të ushqimi. Pasojat ndoshta do jenë një ditë më vonë, po. Kërkesat e tyre mbërritën në sallën e parlamentit përmes deputetit demokrat Luan Baçi. Kemi jetë njerëzish që rrezikojnë dhe janë në grevurie, po sakrifikohen. Nuk janë as socialist, as demokrat. Janë qytetarë të këtij vendi që me punën e tyre paguajnë edhe për ne këtu në parlament. Këta kërkojnë të quhen naftëtar. Po, të quhen naftëtar për arsye se kjo kompani nuk ju njeh statusin e naftarit. Statusin e naftarit që është dhënë nga ky parlament. Naftëtarët kërkojnë rritje të pagave dhe përmirësim të kushteve të punës në një kohë kur kompania Bankers Petroleum Albania Ltd hetohet nga SPAK me dyshimin se i ka shkaktuar buxhetit të shtetit një dëm prej mbi 500 miliard lekësh. Punëtorët e nëntokës të menierën e Bakrit në Spaç të Mirditës kanë hyrë në ditën e 8 të protestës së tyre. Ata kërkojnë kushte më të mira pune dhe paga më të larta. Çdo ditë, minatorët mblidhen në hyrjen kryesore të kompanisë Tete Albania, por deri më tani nuk është zhvilluar asnjë dialog mes palëve. Sipas punëtorëve, kompania nuk ka njohur sindikatën që ata kanë krijuar, duke argumentuar se ajo nuk ka dokumentacionin ligjor. Minatorët thonë se janë të vendosur të qëndrojnë në këtë formë presioni derisa kompania të nënshkruajë kontratën kolektive, gjithashtu kërkojnë ndërhyrjen e inspektoratit të punës.
Një punëtor ndërtimi, 36 vjeç, ka humbur jetën këtë të njëjtë kur ishte duke punuar në kantierin e një kompleksi pallatesh në zonën e Kunes në Shëngjin të Lezhës. Anton Zefi nga fshati Plani Lezhës ra aksidentalisht nga lartësia në vendin ku ishte parashikuar të instalohej ashensori dhe humbi me njëherë jetën. Trupi i 36 vjeçarit u dërgua për ekspertizë mjekoligjore në morgun e Spitalit Rajonal të Lezhës, ndërsa për aksidentin e rënd nisën edhe hetimet. Ekspertët e policisë po mbledhin çdo provë dhe dëshmi për të parë nëse janë respektuar rregullat e sigurisë në punë në objektin i cili ishte në ndërtim. Në vend ngjarje edhe përfaqësues të inspektoriatit punës, të cilët po analizojnë rastin. Aksidentet në punë kanë qenë të shpeshta në zonën e Shëngjinit, ku në vetëm në harkun kohor të një viti numërohen 4 viktima. Ka mbjellur 33 hektar me gështenja dhe tregun e ka të sigurt. Ajet Hamolli tregon për Report Televizion se nuk është penduar për riktimin e dardas të Pogradecit pas 3 dekadash. Ky rrëfim vjen në një kohë kur njerëzit gjithnjë më tepër e braktisin fshatin. Në kodrat e dardasit janë kultivuar 33 hektar me gështenja. Me mbështetje nga AZHBR, Ajet Hamolli, i cili ishte zhvendosur prej vitit 1990 në kryeqytet, është rikthyer në fshat për të investuar në arror. Për herë të parë në qarkun e Korçës, ai solli kulturën e gështenjës së butë. Unë kam mbjell 33 hektar me gështenjë, të cilat janë të moshës 5 vjeçare dhe janë mbjell në 2021. Kanë hyrë vjet në prodhim, shumë pak. Si vjet është viti i dytë, edhe si vjet, me thënë drejtën, jemi në një vit të vështirë, edhe si vjet nuk kemi ndonjë sasi të madhe, por përsëri do të jemi të kënaqur se këto po rriten dhe po ecin. Mua nuk më rri në Tiranë sot, miku im. Unë kam familje në Tiranë, unë më shumë rri në fshat se sa në Tiranë. Nuk di çfarë them, mbase njerëzit më paragjykojnë, më shikojnë me atë syrin që ore, ky s'është Terezi, duket edhe në çiksi anormale po ta marrish holl. Po unë kam kënaqësi, ku ka më bukur se vendi unë, ku ka më mirë se këtu. Gështenja intensive, ndryshe nga gështenja e egër, hyn në prodhim në vitin e dytë, por për shkak të brishtësisë, duhet spërkatur dhe duhet i kryen shërbime të njëjta me çdo pemë tjetër frutore. Çmimi varion nga 3.000 lekë të vjetra deri në 5-6.000 lekë me çfarë kemi parë, por ne nuk kemi arritur në këtë moment, neve sot filluam për të mbledhur. Kokrën e ka mesatare në të madhe sipër, nuk ka kokra të vogla. Përqindjen e ëmbëlsisë ka goxha të mirë. Ëmbëlsia ndikon edhe në toka. Ne këtu jemi në një pozicion shumë komod, pasi jemi ngjitur me pyllin e gështenjave të egra, dhe këto toka kanë qenë gështenjë dikur. Fermeri Hamolli shprehet se nuk mungon tregu për frutin e gështenjës brenda dhe jashtë vendit dhe çmimi është tepër i kënaqshëm për prodhuesin, por kushtet atmosferike të viteve të fundit kanë bërë që prodhimi të jetë më i pakët, duke rritur edhe koston e prodhimit. Kemi filluar bisedimet që tani të flasim në vende si Italia, do shta edhe një qikë më larkë, për të eksportuar. Se industria e ëmbëlsira, për shembull, është goxha e përhapur, dhe se jemi në lartësinë 1250 metra këtu ku po flasim, dhe qendra e banuar është 3 deri në 4 kilometra larg. Do të thënë qendrën e kompanisë e kam 4 kilometra larg, edhe mjetet, njerëzit, të gjithë asistenca vjen nga 4 kilometra, dhe është një rrugë shumë e dëmtuar, një rrugë shumë e keqe, unë jam munduar ta mirëmbaj, e kam rregulluar shumë herë vetë me forcat e mia, por kjo më sjell probleme. Me 700 hektar gështenja të egra në masivet pyjore dhe 33 hektar të kultivuara me gështenjë të butë, Pogradeci është ndër zonat e njohura për prodhimtarinë e frutit të vjeshtës. Maratona e Tiranës do të zhvillohet më 19 tetor në një vit që Tirana mban edhe titullin kryeqyteti mesatar i kulturës dhe dialogut. Bashkia e Tiranës dhe Policia e Shtetit kanë përgatitur një plan për devimin e qarkullimit të automjeteve. Kufizimet do të fillojnë në orën 8 të 19 tetorit dhe do të zgjasin deri në orën 16. Rrugët kryesore bllokohen nga sheshi Nën Tereza, duke vazhduar në të gjithë bulevardin Dëshmorët e Kombit. Në bulevardin Bajram Curi, kryqëzimi me rrugën Elbasanit, rruga e Durrësit, rruga e Kavajës, Myslim Shyri, nga kryqëzimi me urën e Gjykatës së Tiranës deri te ura Tajvan e të tjerë. Ndërsa më 18 tetor do të zhvillohet maratona Fanëran nga sheshi Nën Tereza dhe do të përfundojë në fund të bulevardit Dëshmorët e Kombit nga ora 9 deri në orën 11 të paraditës.
Pas ndeshjeve të zhvilluara të mërkurë në raundin e parë të Kupës së Shqipërisë janë përcaktuar edhe sfidat e turit të dytë të kompeticionit, ku 16 skuadra do të përballen mes tyre për një vend në fazën pasuese të turneut. Ashtu si shpritej, 2 skuadrat e Superligës kanë arritur të kualifikohen mëtej. Vora do të sfidoj Sopotin, që surprizoi me eliminimin e Erzenit, ndërsa Flamurtari do të përballet me Tomorin, i cili kaloi automatikisht në turin e dytë pas tërheqjes së Valbonës. Në turin e tretë, garës do t'i bashkohen edhe skuadrat e mbetura të Superligës, duke bërë Kupën e Shqipërisë edhe më tërheqëse. Ndërkohë që në raundin e dytë të Kupës së Shqipërisë ndeshen Skënderbeu Iliria, Vora Sopoti, Besa Kuksi, Pogradeci Korabi, Laçi Luftëtari, Flamurtari Tomori, Bureli Kastrioti dhe Apolonia Lushnja. Art dhe kultur, Bienale ndërkombëtare e akuarelit në Tiranë solli ngjyra në Galerinë e Tiranës. Këtë vit në fokus të saj ishin bashkëpunimi dhe urat mesdhetare. Ky edicion i 6 përkon me shpalljen e Tiranës si kryeqytet mesdhetar i kulturës dhe dialogut. Një ndër emrat më të rëndësishëm të traditës shqiptare të pikturës dhe mjeshtër i ngjyrës, piktori Ismail Lulani u nderua gjatë Bienales së 6 ndërkombëtare të akuarelit në Tiranë. Në një ceremoni miqësore, organizatorët e aktivitetit vlerësuan me çmimin Ismail Lulani, një artiste shqiptare, e cila ka qenë nxënëse e piktorit dhe asistentja e tij. Çmimin ja dorëzoi e bija e piktorit, Ormira. Jam shumë e kënaqur të jap këtë çmim dhe du t'ja jap një artisteje femër, një artiste shumë të mirë, një piktore shumë e mirë, një pedagoge jashtëzakonshme që shumë breza kanë kaluar në duart e saj, një ndër to kam qenë dhe unë, dhe asistentja e parë Timeti. Dhe ky çmim i shkon Iqbal Kalas. Është një mision shumë i madh që të kem emrin e profesorit të parë dhe përjetshëm. Përveç Kalas, me çmim si artisti më i mirë u vlerësua edhe piktori Ardian Isufi. Organizuar nga shoqata Vizart në drejtimin e Helidon Alitit, urat mesdhetare, Bienalja e 6 ndërkombëtare e akuarelit në Tiranë, është çelur te Galeria e Artit në Tiranë. Është një rrugtim që ne kemi nis me akuarelin secili nga ne, nga fëminia jonë. Dhe ne zyrtarisht në thonjza 2015 jam i bindur që Dashi e di shumë mirë që këtu nuk ishte asnjë penel, nuk ishte as letër akuareli, ndërkohë sot gjen të gjitha brandet më të njohura dhe kushdo mund të furnizohet dhe të pikturoj akuarel. Në këtë rast, për sa i përket kurimit, do shikoni që është një kurim pothuajse komplet ndryshe, është më kontemporan ashtu siç ju keni qejf. Urat mesdhetare, Bienalja e 6 ndërkombëtare e akuarelit në Tiranë, këtë vit përkon edhe me shpalljen e Tiranës si kryeqyteti mesdhetar i kulturës dhe i dialogut. Tu kemi ardhur në fund të edicionit qendror të lajmeve në Report Televizion. Ju ftoj që pas pak të ndiqni Frontline me Marcela Karapançon, ndërsa bashkë takohemi në edicionin e radhës.